Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në këtë mërkur në Reze Dielli. Në ditën e sotme përveç recetave në kuzhinën tonë, do të flasim për kombinimet e ushqimeve në menun tonë ditore. Pse është e rëndësishme në ditën e sotme, jo vetëm se çfarë ham, por edhe si kombinojmë ushqimet. Pse disa ushqime që mund të konsiderohen të shëndetshme, kur ato kombinohen gabim, mund të jenë problem ose mund të na tregojnë mungesë tretje, apo mund të ngadalësojnë metabolizmin, apo mund të ndikojnë në mënyrën se si ne zhvillohemi apo jetojmë shëndetshëm. Në gjithë jetën tonë, gjithmonë kemi ditur disa kombinime të njohura, por nëse sot do t'ju tregonim të kundërtën e tyre, ose t'ju tregonim se i kemi kombinuar deri më sot gabim disa prej produkteve kryesore në menut tonë, atëherë do të më jepni të drejtë për mënyrën se si do ta realizoj dhe do ta shpjegoj Altinjoka këtë proces, se sa i rëndësishëm është jo vetëm se çfarë ham, por edhe si kombinojmë, ku kombinojmë frutat, ku kombinojmë perimet të ndryshme, ngjyrat, pas menuve të drekës, konsumimi i kafes apo i frutave është i domosdoshëm apo jo, e të tjera si këto. Pyetjes tuaj në rrjetet tona sociale, çfarë është kefiri, ku ndryshon ai nga kosi, çfarë përfitimesh ka kefiri, do t'ju japim sot përgjigje, kështu që na ndiqni për të treguar edhe disa hapa se si ta përgatisni dhe ju në shtëpi kefirin, këtë probiotik të shëndetshëm i ditëve të ngrohta, të nxehta të verës. Tani le të shkojmë në kuzhinë, të fillojmë njëherë me përgatitjen e recetave. Të gatuaj me Albanën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ja na shpjego pak menun e ditës. Menuja e ditës është dashuri me byrek me peta të gatshme, sepse dashuria nga ndonjëherë kërkon që ti të jesh shplodhur, me peta të gatshme dhe mish i grirë me qep. Gjë që petet i kam të gatshme, marr një tepsi që ti kem rrethore, sepse të tilla më duhen. Dhe i kaloj. Kam qepën që kam vendosur mishin e grirë në fillim fare dhe qepën. Qepa është gririmet në mënyrë që mos të duket, të jetë të krijojë atë masën sikur ne kemi shtuar miell. Po. Është tretur është. Shikoj ti kemi shtuar miell, shumë mirë. Është të bërë transparente, s'duket shumë. Ja, do kur flet, gjëja më e mirë është që të dëgjosh edhe veten. Ndroj qepa kështu. Të dëgjosh edhe veten, të jetë transparente. Kam piperin. Të gjitha erzat unë i shtoj tani. Erzat që ju dëshironi. Rigon, i jap një përzierje, do të shtoj kripën që duhet si mas, sepse qepa është e ëmbël, te kripa u kam shuar pak ose fare sheqer, shumë pak. Opsionale, kam 1, 2, 3, 4 këtu. Piperin e kuq. Edhe salcën. Disa e duan që të ketë salcë, disa e duan shqeto, kur themi ne, ku bë një kafe shqeto pa gjë fare. Por, normalisht, i jep ngjyrën, i jep shijen, pra nuk është ajo e zbardhëllyera. Nëse ju keni shtuar në tepër ujë, normalisht, për shembull, sepse duhet ta tregojmë, dhe shikoni që që don diçka, një prekje. Me miell, se nga që jemi larg edhe se kuptojmë çfarë. Po, një prekje, pati që do ta them. Dhe kur themi te mielli, ola, i kemi mbyllur ato muhabete, ato deftere, i kemi mbyllur. I jap një përzierje të mirë. Pak kësqumësh për kremozitet. Dhe tani them po, jam në rregull me veten time. Edhe me ju normalisht. Ja, kam këtë masën e duhur. Po të dëshironi ju mund t'i shtoni dhe pak fare spec djegës. Shumë pak fare spec djegës. Unë nuk i kam shtuar, sepse në moment që ju keni fëmijë, nuk e dëshiron kush. E largoj. E tani, zonjat mund ta shohin nga afër tiganin se si duket si një masë më vete. E plot, e bashkuar, mirë, nuk dallohet qepa, është një masë unike themi ne, që na ndihmon shumë edhe tek ngjitja me petët. Ja vendosur këtu.
Vezën po e rrah të plot. Për t'ja shtuar tek mbushja, vezës, se për të mos u prerë, e kemi hequr tiganin më njanë të ftohet pak. Pakës qumësht. Pak vaj. Ose i shtoni kripën këtu, ose si përpetës, që të bëhet akoma dhe më me shije. Por kemi akoma kohë, ose kemi vakt akoma. E lë, dhe largoj të gjitha. Gati tani për ta ndërtuar, për të vendosur njëra pas tjetrës petët dhe mbushjen, ndërkohë së bashku përmbledhim dhe njerë përbërësit e këtij byreku të shpejt, me petë të gatshme, me mish të grirë dhe me qep. Ju duen petë të gatshme, 400 gram mish i grirë, 3-4 qep mesatare, 3 lug vaj ulliri ose gjalp, ujë, ose lëngmishi, një vezë për lyerjen e sipërfaqeve, krip, piperi zi dhe rigon, dhe bim aromatike sipas shijes. Ky është byreku, receta jonë e parë, me mish të grirë dhe qep. Një byrek që shijon në çdo stin. Kam petët. Prevaret thoren dhe normalisht Në varësi të madhësisë të tepsisë, peten këto petët, kështu që ne nuk i çojmë dëm, por i përfshim në recetë. Ju, po të doni, shtoni masën e ujit, të masa ujit që ju keni mund të shtoni mielin, pra që thash është gjithmonë opsionale, ose në të kundërt, petët zbuten, e kam hequr nga nxehtësia, dhe filloj sërish këto jo pa qëllim, po i lëmë njanë. I gjejmë dhe këtyre një përdorim të mëpasshëm. Kemi përdorimin. Do të shtoj dhe 2 petë të tjera. Nuk shtoj vaj. Unë e di shumë mirë që do thonë, po ne këtë recetë e dim. Normalisht, unë nuk lëviz nga recetat që ju dini, por janë ide gatimi. E shtoj direkt. Ja. Ni me zi po presim pjekjen, me këto mbushje kaq të mirë. Me shumë kujdes, nuk e të shoj përtej kufirit vetë. Po. Sekreti i shijes së këtij byreku patjetër duhet të jetë tek qepa, tek karamelizuar, karamelizimi i saj, në mënyrë që ajo të mos duket, të mos jetë as e ndjeshme në konsumim. Tani vendosim pjesën tjetër të petëve. Filloj 2 petë, sepse nuk na duhet edhe shumë yndyrë. O, baja. Nikit e lutëm edhe pak kripën. Normalisht jam duke e mbajtur si fëmijë të vetëm. Edhe peta e fundit. Gati për ta vendosur në furrën tonë për të pjekur. Një ide për drekën e sotme, pra byrek me mish të grirë dhe qep, do të shtoni pa dyshim salca piperin e kuq për të marrë këtë ngjyrën e bukur dhe për t'i dhënë shije arome pa dyshim. Me majën e thikës, pa kaluar petën e poshtme. Po bëhemi pak më e snaf, po e ndajmë në më të vogla. O jam smur o do smurem, se të ndaj pjesë të vogla është diçka që nuk është e unë. Po, mund t'i konsumosh dysh. A, bravo. Dikur ka qenë një loj, dyshe buk 52. Edhe unë nga dyshe, po pa tjetër. Këtu nuk të kundërshtoj, se ke shumë të drejtë. Po, dhe madhësia këtë lezet ka. Madhësia këtë tepsis të prerje ka lezet t'i ketë. Shtoj të gjithë masën që unë kam këtu, ja.
Masa e vezës, pak qumësh dhe vaj, që edhe lyen si përfaqen e petës, por edhe depërton brenda tek mbushja. Rezultati në fund është një byrek i pjekur mirë me ngjyrë të artë, krokant gjithashtu, me pjesën e mbushjes së shishme brenda, dhe burum. Burum ta pjekim. Por nuk harrojmë. Kolegët tanë t'i bashkohen të vezës tonë. Sa e nisme. E pjekim e vendosim në furrë, 200 gradë është graduar furajon. Me furrë para ngrohur. Dhe kështu përfundon receta jonë e parë, do thonë si e bë kaq shpejt. Qepën e kishim para përgatitur sepse i duhet pak minuta në zjarr të ngadalë të tretet mirë. Tani bëjmë një shkëputje të mesazhit promocional dhe ju presim me recetën e dytë. Gati tani për recetën e qumështorit tradicional, do t'ju tregoj fillimisht listën me përbërësit e tij dhe e gatuajmë hap pas hapi. Na ndiqni për çdo proces pune për qumështorin. Dihet që pjesa e rëndësishme është qumshi, nga e ka marrë dhe emrin. Një qumësh i freskët akoma dhe më i mirë për këtë recetë. Vezët. Ne të shohim, po patjetër dhe vezët. Vezët janë kryesorët. Ti duhen 5 të tilla. 5 ovital sa, 5 kokra vezë ovital, 5 lugë gjelle sheqer, 50 gram gjalp, 1 maj luge krip, 3 lugë gjelle miell dhe 1 litër qumësht. Tani e gatuajmë recetën, qumështorin tradicional pa petë, sepse është edhe rasti, varianti tjetër i përgatitjes me petë. Tani të cilën e kemi sjellë më përpara. Këtu, vendos. Ja ndryshojmë që këto gjërat e lëm këtu se do më duhet. Është dhe bukur kjo e ku qepri, ta lëm që këna duket bukur. Patjetër. Shtoj. Vazhdojmë me gjalpin. Gjalpin. E para gjë. Marr vezët. Njëra pas tjetrës kemi marrë 5 vezë nga të kuqet e ovital, duke qenë se edhe për masat edhe llojet vinë të ndryshme në varësi të shpendëve, të pulave. Dhe i shpërbëjmë gradualisht. Lëvozhgat hapasapi edhe i mbledhim ndonjëherë harrojmë për hir të vërtetës, por ja ti mbajmë tani. E në vazhdim për lulet bimët tona, duke i bërë ato plur, duke i tharë dhe duke i përdorur pse jo gjendet vendi përdorimit të tyre. Pra, i shpërbëjmë fillimisht. Opa! Gjyshe, kam gjalpin, vezët, edhe the shumë bukur, vital sa hajde, si metalar, si skorpion. Vital sa. Vital sa hajde, metalar sa. Pes të kuqe o vital sa. Do ta huazoj këtë gjë, edhe me faqet e mia. Atëre, kam qumshtin. Te opa, gjalpin. E shtoj direkt. Pasi shkrin gjalpi, shtojmë qumshtin. Nuk kërkoj që të zjej qumshtin, thjesht të ngrohet. Do të shtoj me radhë. Opa, iku. Përse e kalova në sit? Sepse kërkon që të jetë shumë fin mielli. E dim që mielli është fin, por duhet akoma dhe më finit e këmbëlsira. Do të shtoj të dy llojet që nisë shten. Edhe nisë shten e kaloj, pra. Opja. Derisa asgjë nuk mbetet. Ele këtu. Do të shtoj edhe një mas kripe, sikur se kam dhe masën e sheqerit. Me të gjitha mbarova punë, edhe nuk i dua. Pra që ta fiksojmë t'i mbajmë mend, tek gjalpi shtuam qumshtin. E lëm aty, shtuam edhe sheqerin që të tretet. Tek tasi tjetër vezët edhe mielin e situr, dhe tani vazhdojmë me procesin e dytë. Opa, e kaloj të gjithë të masën këtu. Dhe procesi është shumë i rëndësishëm tek trazimi tani. Do të fokuzohemi tek trazimi nga dal që të mos kokrizohet mielli dhe të marrim një masë velvet. Sepse i dhash një masë kremoze, velvet, delikate. I dhash aerosjen. Dhe normalisht, kur nuk është edhe i nxehtë qumshti, është më nuk përbën problem. Por dhe nëse
kokrizohet, normalisht, është dhe një mënyrë e dytë. Prandaj, edhe Teto Albana është këtu për të treguar. Supozojmë se kemi kokrizim. E lë shumë pak të më nxehet. Shumë pak e lë të nxehet. Pra nëse na kokrizohet. Niki mbajti lutem këtu? Ose me një luk, për shembull. Ose kur e duam të përftohet tamam, një mas shumë. Ose mbajmë një luk, i që do të lutem pak se është edhe arë me ftohtë. E mbajmë të tillë, po kjo është e madhe, edhe qëndron vetë. Po ja, unë thikëm në këtë. Largojmë një fikën larg se është. Ajo masa është e nxehtë, kështu që kujdes. Pra, një truk se si duhet të kullohet patjetër kjo masë. E largoj dhe këtë gjë. Zojmë çfarë mbetet këtu sipër e largojmë dhe vazhdon procesi tani në sobë. Fik nxehtësinë e ul nxehtësinë. E lë shumë pak, me nxehtësi të ulur. Ju po të doni, po të doni për shembull, jo se nuk kërkon proces termik fare. Ju po të doni, mund të shtoni këto petat për shembull. Në të kundërt të shoni direkt në tavë. Por unë do t'i shtoj, pse? Sepse më dhimbset djersa ime. Ja, të tilla. Të holla, do t'i spërdredhim pastaj aty tek tenxheria. Doni apo nuk doni? Nëse ju nuk doni, ti pyesim Andisat. Ka edhe mënyrë tjetër na japim që përgjigjen. unë t'i vendos. E lënë tradicionalen. Bëj një mënyrë tjetër këtu. Se ne kemi papet, kështu që edhe titullin e atere recetës. Nuk më duhet as sita, as gjë. E marr yndyrën e ka vetë dhe e shtoj direkt. Opa. Dhe ne do të presim një mpiksje tani të kësaj mase të lëngësht. Aromën e ka, sheqerin e ka, gjithë kombinimet e recetës janë aty. Me shumë dashuri e vendos në furrë të parangrohur, por tek ne është një problem, sepse furra ka një nxehtësi tjetër te byreku. Pra është më e lartë niveli nxehtësisë. Dhe mua më duhet të jetë më e ulët, duhet të jetë diku te 180 që të bëhet avash. Jo sa të bëhet që legu dash, po pak se dash i ku për festat, thashim. E lë më njarë. Derisa të piqet byreku, sepse edhe pak do, petët ishin njëra pas tjetrës dhe të holla janë, kështu që nuk na vonon shumë byreku, tash nuk duket gjë se piqet, po do ta tregojmë pasi të kthehemi nga reklamat. Janë dhe disa minuta reklama, na ndiqni, ju presim, ja dhe një pamje nga sipër e byrekut, ju presim për të gatuar pastaj recetën e tretë. Po, kungulleshka të skuqura në brum. Do bëjmë atë brumin e veçantë me erza. Ai qulli, që duhet patjetër, nëse ju do vazhdoni me mua njëkohësisht, merrni 2 kunguj, merrni ujë të gazuar, miell, vezë dhe hajde të punojmë bashkë. Bashkë, me njerë pas pak minutash ju presim. Mirë se u rikthyet, edhe njëherë ju përshëndesim nga kuzhina e Rezedielli, do të vazhdojmë me recetën e tretë për të bërë një përmbledhje se çfarë kemi përgatitur deri më tani. E kemi nisur me byrekun, me qep dhe me mish të grirë, e kemi në fund të pjekjes, do ta tregojmë pak më vonë. Kemi vazhduar me qumështorin tradicional, papet, edhe ata e vendosëm për të pjekur, lëm pak minuta kohë të freskohet dhe të zbresi ajo temperatura e lartë dhe tani do të kalojmë te kungulleshkat në qull të skuqura. Kam prerë kungujt. Shtoj përbërësit, miell misri, nisështe, masat e barabarta, edhe miell gruri, të treja. Shtoj erzat, kripa, piperi, speci kuq, sodë dhe ujë të gazuar. Nëse keni ujë gazuar, nuk është e nevojshme soda. Të gjitha ja dhe këtë reakcionin me njërshë. Largoj. Shtoj piperin e kuq dhe nuk më duhet asgjë. Kjo është qulli që tregua. Patjetër që do të shedhe një vezë.
Është ende në reakcion e sipër nga uji gazuar. Shtoj edhe një vezë edhe jemi në patjetër që kërkon të qëndroj. Që të mpiksen pak ato mielrat. Por, në momentin që Androniki do të thotë pra 3 plukurat, siç ishte mielli i mistrit, misështeja dhe grurit. Unë do të shoj edhe pak miell. Në mënyrë që kungulleshkat tona të zhyten dhe të lyhen mirë, të qëndrojë ajo masa. Mbasi kemi prerë mirë, të gjitha, normalisht i lëm 10 minuta sa të krijohet, nuk i thajmë, po i lëm 10 minuta të krijojmë vetë tharjen. Nuk i bëj as me këri, pas me asgjë fare. Le të shkoj të marr pak mielin unë, sepse më duhet pak miell dhe shoh që një filxhan tjetër me miell, se ai uji me sot sigur e do psoj pak fuqinë e tre mielrave. Ishte masë dhe më tepër. Edhe masë më tepër. Ndërkohë që ngrohet edhe vaj, unë shtoj të gjithë masën. Unë që kam marrë, po, këtë për çdo përdorim. Jam e sigurt. Blun e olës. Opa, ja. Një tjetër përzierje, kishim pak miell tek ky paketimi dhe e shtuam. Këtë qullin ju e përgatisni dhe e keni edhe për perime të tjera. Ne e zgjodhëm tani kungulleshkat, se shkon shumë kjo recet me kunguj të zhytur në qull, në këtë përzierje, ku kishim masat pra të miellit të mistrit, të nisë shtesë, të miellit të grurit, erza të ndryshme, kripën dhe një kokër vezë. Ajo veza sikur i lidh këto të gjithë përbërësit. Bashkë me, mos e harrojmë, dhe me ujin e gazuar. Një masë këtu. Dhe op. Tani do t'i zhysim në këtë qull dhe do t'i skuqim. Ndërkohë, edhe për pak do të sjellim byrekun me qep dhe mish të grirë. E po ashtu do të bisedojmë, t'i themi pak anvisave të na tregojnë rreth drekës së tyre. Edhe i qëndrojnë mirë. Paksa të qëndrojnë, por nuk mbaroj këtu. Momentin që ne shohim që kungulleshkat janë ngjyrë mirë. Dhe e nis me gjën tjetër. Çfarë na mbeti? Na mbetën petët. Ju e dini që përgatitëm byrekun dhe petët anësore na të pruan. Shtoj petët. Do të shtoj edhe 2 vezë. Tek qulli që përgatitëm për kungulleshkat, që t'ja u tregojmë kështu nga afër anvisave, e ndam qullin në 2 pjesë. Një pjesë për kungulleshkat, një pjesë për riciklimin e petëve. Shtoj kripën dhe bëj një përzierje. Një përzierje mes vezës, petëve dhe qullit. Po të doni ju, mund të shtoni edhe pak djath. Arlën e keni, mund të shtoni kremin e djathit. Si të dëshironi ju, ti, goca ime, po sportove, na merë që të duash ti. Që të të lini ty për shije. Arla nga më të ndryshmet. Që të të lini ty për shije, ne e vendosim. Që da mozzarella, kemi hapur. Në frigoriferin ton kemi djath arla, djath të grirë arla, kombinime të ndryshme të shijeve ngjyrave dhe sipas preferencave dhe sipas recetave, sepse tani edhe djathrat janë në bazë të recetave që ne përgatisim, kështu që po i shtojmë, meqense kishim këtë të hapur, një dorë nga kombinimi i çedarit dhe mozzarellës. Po. Tomat do ta pjekim? Po, dje më the, mund ta bëjmë omlet, omletën mund ta bëjmë në furr. Po. Dje më the. Si i bënin gjyshet tona që prisin me thik. Ja, ashtu. Ja, ashtu dhe ju bësh e ky gishti madh gjithë viza nga prerja me thik. I qepës, i domates, i gjellërave që përgatiten. Gishti nxihej, bëhen në ngjyrën e si kafe e errët. Po ka dhe shumë anvisa që e përdorin këtë praktikë në ditët e sotme, duke mos patur një taljer. I bashkojmë me kungulleshkat. Me kaq, që unë t'jem edhe me kohën time që më duhet. E skuqim.
Ndërkohë që kungulleshka tona qëndrojnë pak, sepse duhet të mpikset e masa e qullit, në mënyrë që të forcohet pak edhe të qëndroj tek sipërfaqja e lëmuar dhe me shumë lagështirë e kungulleshkave, se po shpjegoj kështu sikur çfarë po them. Ndërkohë anvisat tona le të na telefonojnë, të komunikojnë me to, të mësojmë prej recetave të tyre çfarë gatuajnë sot. Dhe nga ana tjetër kemi riciklimin e këtyre petëve të mbetura të byrekut, të cilat i bashkuam me një qull të posaçëm, tek e cila shtuam edhe kungulleshka të prera në copa të vogla dhe djath të grirë. Djathi që do shkrihet, dhe keni parasysh për shumë kur e kapim me pirun edhe gjatësia e... Kizimoj? Elastik. Ajo është me dugura. Elastik. Po të duam e vendosim në nxehtësi. Do një recetat që riciklojmë në dalin janë më të mira. Se janë kryime, janë më të mira. Në dalin të e lëm dhe filloj ose vendosi në furrë, ose në të kundërt, në tigan, pa tjetër. Unë hapa këtë furrën që të sjell pak dua të shoh byrekun, se është bërë fantastik fare. Ja rezultati i byrekut ton me qep të bardha dhe me mish të grirë. Shifeni pak ngjyrën, formën, trajtën, pjekjen, gjithçka. E kemi ndarë, kemi shtuar atë përzierjen vezë që është vaj, krip. Siç e kam, na bëft mirë. E marr dhe vendos direkte në furrë. Po, vendosim edhe. Si do ta quajmë këtë recetën Albana? Omlet. Omlete me petë, me kungulleshka dhe djath, po. Se duke qenë se doli nga... Pa tjetër, këto janë riciklime. Riciklimi, sa receta mund të sajoni dhe ju gjatë ditës tuaj. Mund të na tregoni pak nga eksperienca juaj, çfarë keni sajuar kur diçka ka tepruar edhe nuk e keni edhur poshtë, por e keni rindërtuar një recetë tjetër. Ndërkohë dhe qullin me kungulleshka e kemi gati për t'i skuqur tani në vaj për skuqje. Kemi sjell her pas here receta të ndryshme me kungujt jeshil. Sepse edhe këto kungulleshkat janë dy lloje, me atë jeshilin e errët që mund të përdoret edhe në për sallata, mund të grihet imët dhe përdoret kështu siç është edhe pa u skuqur, dhe kemi edhe atë kungulleshkën tjetër që ka një ngjyrë më të çelët, jeshile më të çelët, që ka pak më të ashpër, më të vrazhda të lëkurën, por që edhe atë e përdorim edhe në të skuqura, edhe në supa, edhe në tava. Qulli e në mbushje. Është shumë e drejta që thua, mund të jetë më i trashë dhe del si petull, por në të kundër kisha quajtur petulla dhe jo ose e holl që thjesht të ketë një sipërfaqe të bravo. Të lehtë aty rrethon atë kungulleshkën. Shpesh herë për shembull, nuk arri të sqaroj diçka sepse me vetëm duket sikur e sqaroj nga që e kam mendjen kështu. Dhe më plotson aq shumë. Shtu bilbili që vazhdo. Sepse bilbili i fshatit ka një qëllim që këngën e vet duhet ta këndoj ai më mirë se kushdo. Prandaj dhe unë e këndoj këngën time. I lë pirojnë me shumë dashuri. S'na ke kënduar fare, ja ti pyesim që kanë visa. Doni ju që të këndoj Albana apo nuk doni? Jo, s'kam konsumuar vezë. Po e ruaj zërin pak. Atëherë, i kthejmë dhe nga ana tjetër, se ato skuqen shumë shpejt, janë shumë kollaj për të skuqur, zbuten kollaj, janë të ujshme, si thuash, në trupin e tyre. Duhet të qëndrojnë 10 minuta, sepse këtu është edhe sekreti, Dhe bëhen krokante nga jashtë dhe të buta nga brenda. Shijojnë duke i shoqëruar pastaj me ndonjë tarator, në një salcë kremoze, merza, këtë pjesë me kombinimin të alëm në dorë anvisave tona, ose dhe kështu si që janë, ose në antipasta dhe llojeve të tjera. Tani kalojmë tek përmbledhja e recetës, kunguj të skuqur, krokant, të shishëm, të këndshëm, sillen në këtë formë, ndërkohë që presim telefonatën, e dëgjova që erdhi në telefonin ton. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ku na shkove moj, ku na shkove? Ikura linja. Ndërkohë, përsërisim edhe një recetën siç e nisa, të kungulleshkave të skuqura me këtë qullin e këndshëm, me 1 kilogram kunguj, ju do bëni një sasi më të madhe, padyshim, ne sjellim shembullin këtu. 1 shishe ujë me gaz, 1 filxhan i vogël nisesh të misri, 1 filxhan i vogël miell gruri.
një filxhan i vogël miell misri, një vezë, pak spes djegës, spesi kuq pluhur, piper i zi dhe krip sipas dëshirës. E mirëpresim telefonatën. Mirëmëngjesi. Zëri më i njohur në kuzhinën tonë. Nëna Nexhi, si të kemi ty, si e? Mirëmëngjes. Ne të falenderojmë shumë që na telefonon her pas here kur hapim linjën për të komunikuar me ju. Ne jemi shumë mirë. Kemi sjell gjithë sot apo jo? Si të duken recetat? Si Flori që jam pak i vogël, do desha të kisha fakt më e madhe. Po i smuar je më zemër, e smuar, Flori smuar. Po gati më të gjatë se unë. Është rritur dhe çmimi. Do doja të isha lingot edhe jo gjel. Ja më thuaj si të duken recetat sot. Ron, faleminderit, shumë faleminderit. Aman. Se të kënajt me atë humorin tënë të kënajti. Leri tjerat. E kam prik nga nëna këtë gjë. Nuk e heq dot. E ka të lindur. Nëna Nexhi. Po të ka lezet, më i zemër, të ka lezet. Po, tamam. Faleminderit. Jo të gjithëve ju ka lezet humorit. Tani më thuaj pak për recetat tona. Edhe ty, më shpirti im, edhe ty. Po le mua unë. Dëgjoj, je ti që jam unë që është humori, se kështu shkon kjo, zinxhir shkon kjo gjë. Nuk shuhem për ndonjë humor të rrallë. E ke kështu, e ka humor anglez, e ka ndryshe. E ka më... Prandaj nuk e shuhem, se janë, kuptohet çik më vonë, domethënë. Tani dua që të tregoj recetat dhe njëherë ti përmbledh për nëna Nexhin ton, dhe më thuaj, a kemi qullosur gjë apo jo? Në qull. Si të duken recetat? Shumë të mira, po ku për recetat tia në njëra jo, më i zemër? Cila të pëlqeu ty më shumë? Kë do ta gatuash? Unë sot do bëj kështu tas kebab, më ka vajt mendja për vete sot. Tas kebab. Si e bëra bizele që bëri ajo me patate, me karota, i bëri albana, i bëra bie edhe unë. I kishe të ngrira apo i bleve të reja? Jo, i bleva të reja, ishin shumë të mira, të reja. Tani kanë atë sezonin e parë dhe ne të frigoriferi, mblidh qëro të frigoriferi se mbaroj shumë shpejt. Frigoriferi me të qëruar që tani. Po, e drejt. Atëherë dhe ne të falenderojmë shumë, të bëftë mirë dreka, faleminderit për telefonatën. Fustani që ta sola mbrëmë, amana se veshmoj për hatërinë tim. Se s'do këndoj, për ja, bil. Amana se veshmoj për hatërinë tim, se jam rritur jetim. Alo. Se veshmoj për hatërinë tim. Ja në që mështari! Nga fura doli! Ja na e vazhdo pa këngën. Na knaqët. Edhe ty nëna Nexhi të kënaqsh zoti inshallah. Iku nëna Nexhi është nëna tjetër. Nëna është që si ka emri. Nëna Neta. Neta. Më fal, nuk e gjeta. Ju kena ylla, na zgjasni jetën. Faleminderit. Nuk ka problem. Na keni shti nga Paris me burat, zonja Albana, gatuaj, si gatuan Albana, më thot. Kështu thot buri, jo? Dëgjoj, atyre burave... Se ka kesh, moj. A di sa do t'i thoni juve në shtëpi? Që Albana gatuan me lek, kurse ju i shërbeni gjatë gjithë vitës fëmijëve, burrave pa lek. Dhe kjo është heroizmi juaj më i madh. E se ka televizorin hapur dhe të gjonë. O gojmë jalta të dyja, se në knaqët. Në këtë mosh, lidhja me bashkëshortin është më e fort, kështu që dhe është në stomak më tepër. Duan për kujdesje, duan vëmendje, bëhen tamam si fëmijët. Nike, di si them, më mirë goja se sa gjepi doktorit. Edhe unë jam e fiksuar një qikë. E vërtet edhe unë ashtu jam se puna jote. Më mirë të ushqejmë mirë trupin tonë dhe të mos përfundojmë tek sëmundjet dhe tek ilaçet. E drejtë është. Çfarë ke gatuar sot bashkëshortit me qëra fjala? Pa balte. Edhe një pilav. Bukur fort. Ju bëft mirë? Faleminderit. Bashkë me bashkëshortin e shijofshi drekën e sotme? Të keni shëndet, dhe ja tani po të tregoj panoramën e tryezës tonë, ngjyrat, shijet, traditën.
Byrekun me qep me mish, kungulleshkat e skuqura, qumshtorin, pa dyshim një ëmbëlsirë e do të ryeza, her pas here, do një herë kur në shkon mendja, një qumshtor tradicional pa pet, dhe këtë recetën e cila na doli kështu të tjerave, petët e mbetura nga byreku, me qullin e kungulleshkave, shtuam djathra, djathin arlat, kombinuar e gjeni në çdo supermarket, mund ta gjeni dhe të merrni dhe kremin e djathit, dhe gjithashtu kungulleshkat të cilat i grim i bëm në copza të vogla. Dhe me një që tak, ne mbarojmë. Tani miru pafshim, përfundojmë me guzhinën tonë, të lumë shiduar. Si do mbarojmë? Shihemi nesër. Si do mbarojmë? Ja, mirë tani. Me zemat e vogla. Kalofshi një ditë të bukur. Ja ku jemi në rezën tonë, mirë se herdhë, do të trajtojmë temën me Altin Njokën, atë që unë e përmenda në hyrje të këtij emisioni, rëndësinë e kombinimeve të ushqime në vaktet tona. Pse është i rëndësishëm ky kombinim, edhe për ushqimet e shëndetshme, edhe për ato kombinime të cilat quhen të pashëndetshme. Le ta përshëndesim fillimisht Altin Njokën dhe të fillojmë menjëherë me diskutimin e temës. Të përshëndes Altin. Edhe unë ju përshëndes, faleminderit për ftesën si gjithmonë. Në ditët e sotme themi vërtet se është rëndësishme se çfarë ham, por akoma më rëndësishme është edhe se si kombinojmë ushqimet tona apo jo. Ju çfarë opinioni keni për këtë? Në faktikisht në këtë futet dega e sinergjisë ushqimore. Sepse ne në përgjithësi ushqimin e shikojmë gabim. Ne e shikojmë vetëm thjesht si kalori në shumicën e rasteve, ose e shikojmë vetëm si proteina. Po të shikojmë si proteina, flasim për karbohidratet, flasim për yndyrën. Por ushqimi faktikisht është një lloj matrice, ku ka rregullat e veta, ka kufi, ka ritmin e tij. Faktikisht është një lloj strukture, ose mund të themi strukture gjallë, e cila është e kompletuar brenda me vitamina, me minerale, me enzima, me fibrat, me komponime bioaktive. Kështu që një ushqim që mund të jetë veç, mund të jetë perfekt, pra një ushqim veç mund të jetë perfekt, por i bie diku vlera kur bëhet, ose mund bëhet dhe i dëmshëm, kur bashkohet me një tjetër. Dhe kur bashkohet me një të tretë dhe me një të katërt, mund të kthehet akoma dhe më i dëmshëm. Sepse ka një logjik në drejtimin e ushqimit. Proteinat për shembull duan një ambient acid në trupin tonë, ndërsa karbohidratet duan një ambient alkain. Vetëm të dy elementë sikur t'i ndajmë, fillojnë problemet me kombinimin e tyre. Kështu që këtë opinion kam. Nëse i kombinojmë gabim ushqimet Altin, çfarë ndodh në trupin tonë? Është thjesht çështje metabolizmi, mungesë treti apo ka ndonjë problem tjetër shëndetësor? Duhet të kuptojmë që çdo herë që ne ushqemi ose çdo vakt që ne marrim është një sinjal për trupin tonë. Pra japim një sinjal trupit. Nëse do marrim kombinimin e duhur, trupi jon ka për të funksionuar mirë dhe ka për të sjellë balancat. Në qoftë se jo, ai ka për ta luftuar dhe do lodhet ose nuk do përshtatet. Kështu që do fillojë një zinxhir reagimesh në të dy rastet. Në rastin negativ, po shikojmë që aspekti i tretjes ka për të ndryshuar, sepse do vonohet zbrazja e stomakut. Enzimat nuk do veprojnë në mënyrën optimale për ta tretur të ushqim. Do rritet koha e ushqimit që do qëndrojë në zor, dhe tretja do bëhet e paplot. Çfarë ndodh? Do rritet fermentimi dhe do rritet prodhimi i gazrave. Duke mos u tretur mirë nga stomaku. Bakteret që e fermentojnë pra pjesën e karbohidrateve, proteinave, nuk kanë për ta bërë mirë, dhe kjo ka për të na çuar në prodhimin e hidrogjenit, në prodhimin e metanit, në komponime toksike si amoniaku. Dhe kjo do na japi probleme abdominale, do na japi fryrje, do na japi erë të keq intestinale, do na japi gazra, do na japi dhimbje. Pastaj, duke bërë gjithë në mënyrë periodike, do fillojë të ndryshojë ekuilibri i mikrobiomës, do favorizohen bakteret e këqija, do ulet diversiteti i baktereve të mira dhe do fillojnë djeshmëritë ushqimore dhe do kemi pastaj probleme kronike intestinale. Nga ana tjetër, do fillojë që inflamacioni në zor të shtohet, do irritohet bariera intestinale dhe do kalohet mukozë e zorës dhe të gjitha këto molekulat e patretur, toksinat do kalojnë në gjak dhe kështu do na fillojë inflamacioni sistemik në trupin tonë. Nga ana tjetër, gjithë kjo do ndikojnë pastaj tek efekti metabolik në trupin tonë. Do na bie energjia, do na shtohet ankthi, do na rritet ndjeshmëria ndaj lodhjes, sidomos pas vakteve. Atëherë ne kemi para kuptuar. Ku jemi më të lodhur pas vakteve, ku na rritet tensioni pas vakteve, ngadalësimi metabolik rrit më i madh, fillon rezistenca ndaj insulinës, fillon komunikimi midis aksit të zorës me trurin që është midis nervit vagus dhe do rritet niveli i kortizolit, kështu që do fillojnë të gjithë këto probleme derisa të na shfaqen edhe sëmundje hapasapi. E kuptova. A ka rëndësi koha kur i konsumojmë ushqime të caktuara pas vaktit, për shembull konsumojmë frutat apo kafen?
Apo kjo nuk ka lidhje me kombinimet e mëparshme? Ka një lloj rëndësie, po jo në mënyrë absolute ashtu si deklarohet apo thuhet në rrjetet sociale apo kudo. Sepse po ta shikojmë, është një kombinim midis fiziologjisë së tretjes dhe ndjeshmërisë individuale. Kemi dy gjëra që nuk ecin paralel. Por që dhënia e këshillave standarde nuk sjell përfitime. Ne nuk kemi dy trupa njësoj. Pra nuk mund të themi ndalohet kjo, bëhet kjo, standardizohet kjo, jo, sepse tash kombinimi i fiziologjisë është njëra anë dhe koncepti i tretjes individuale dhe ndjeshmërisë është ana tjetër. Por në përgjithësi, kur ne konsumojmë vakte të rënda me yndyrë, ushqime shumë të yndyrshme, vakte shumë të mëdha, dhe pas tyre shtojmë ëmbëlsirat ose shtojmë frutat, stomau mund të rëndohet dhe fruta do ngelen pas në tretje sepse është ngarkuar. Nëse na ham një drekë të lehtë dhe konsumojmë fruta nga pas, nuk sjell ndonjë problem, siç thon shumica. Por gjithmonë është individuale. Disa i shkakton probleme fryrje, disa jo. Pra secili duhet ta shikojë vetë në drejtimin e metabolizmit në këtë drejtim, po. Përpara se të kalojmë te disa kombinime të shëndetshme dhe disa gabime në këto kombinimet, më trego 2-3 rregulla bazë që duhet i mbajmë mend në raport me sinergjinë ushqimore. Rregullat kryesore. Vakti nuk duhet të jetë i madh. Duhet të jetë sa më i vogël. Pra, e para një. E dyta duhet të jetë sa më i thjeshtë. E treta mos ketë shumë lloj përzierjesh të rënda. Për shembull, mishi, ëmbëlsirat, buka, patatja bashkë të gjitha, sepse do të krijoj tretjet ngadalë dhe do krijoj frydhje dhe lodhje. Në ana tjetër, duhet të kemi parasysh balancimin e vakteve për të marrë energji. Pra të shtojmë edhe proteinën, edhe yndyrnat, edhe fibrat, dhe mineralet dhe antioksidantet. Nga ana tjetër, duhet të dëgjojmë pak trupin më shumë. Ky është rregulli më i rëndësishëm nga të gjitha. Do të ham ngadalë, duhet të presim që të shikojmë sinjalet e tij kur ngopim ose jo, të ndihemi të lehtë, mos ndihemi të fryrë, apo kur ndihemi të fryrë të kuptojmë trupin. Nga ana tjetër, duhet t'i japim kohë tretjes tonë të funksionojë. Pra, duhet ta përtypim më mirë ushqimin në gojë, pastaj ta kalojmë dhe mos ham ushqime shumë afër me njëra tjetrën. Pra, përveç bluajtjes, nuk duhet të ulesh në tavolinë ku je i nervozuar, ku ke kaluar një debat dhe një stres, sepse ushqimi më i mirë kthehet në helm. Është shumë e rëndësishme kjo. Ka njerëz madje që kanë vdekur nga konsumimi i ushqimit në gojë. Ka shumë. Unë një njerëz që kanë vdekur duke ngrënë ushqim. Nga debatet, nga tensioni i lartë që kanë kaluar pra duhet ta shmangim këtë gjë. Edhe ngrënien e tepërt pa pushim, sepse do dëmtojmë tretjen, metabolizmin dhe balancimin hormonal. Nga ana tjetër, duhet të kuptojmë diçka. Duhet të respektojmë 7 parime bazë, po 3 janë kryesorët: ngadalësimi i përthithjes së sheqerit, që është shumë eliminant kur ham ushqimin, pra determinant, përmirësimin e përthithjes lëndëve ushqyese dhe mbështesim problemin e mikrobëmës dhe energjisë. Por stabiliteti i sheqerit gjak vjen që karbohidratet të mos konsumohen vetëm për shembull vetëm makarona, vetëm pasta, vetëm buka me diçka të thjeshtë, sepse ka një rritje të shpejtë të glukozës dhe një rënje të shpeshtë dhe kështu nuk është një kombinim i mirë. Prandaj ndihemi të lodhur kur konsumojmë një pjatë makarona ose një picë, për shembull? Po, është e vërtetë. Pas pak minutash? Po, është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, sepse niveli glicemisë rritet menjëherë pas një farë kohe, sepse një pjesë e tyre janë kalori boshe dhe janë nivele të larta të karbohidrateve, na sillin dhe lodhje, na sillin uri dhe rënje të shpeshta etj. Nga ana tjetër e dyta është ritmi i tretjes. Ushqimet nuk duhet të krijojnë një kaos ku ne konsumojmë. Yndyrnat dhe proteinat ngadalsojnë zbrazjen e stomaut, ne e dim shumë mirë. Dhe janë kombinimet ku ne i shtojmë i bëjmë të rënda, atëherë na krijojnë probleme të një vakti të balancuar, na sillin probleme në tretje, edhe na sillin probleme me fermentimin. E treta është përthithja e lëndëve ushqyese në një ushqim që na ham. Ka lëndë ushqyese në pomalin atë pjatë. A ka vitamina D, E, K, F, A, apo a ka këto vitamina, a ka minerale, a ka nevojë që të ketë disa element, pra për shembull, a ka vaj ulliri brenda, a ka avokato, a ka ara, a ka uthull molle, a ka pra elemente të tjerë. A ka nivelin që hekurin që po e përthithim, a është e mirë që po e marrim edhe me shtesë ushqime me vitamina C, sepse ndoshta mund të kemi edhe probleme të tilla. Elementi 4 është mbështetja e mikrobiomës, kur ne ushqemi. Pra duhet të ushqejmë bakteret e mira, duhet mendojmë sepse jeta jonë është e bakteret e mira. Çdo gjë varet e bakteret e mira, imuniteti, tretja, humori, dhe apo marrin fibra dhe probiotik të ai ushqim që po ham, apo jo, për të përmirësuar balancën e tyre. Elementi 5 është kontrolli i inflamacionit. Nëse na ham një ushqim, duhet të jetë antiinflamator, që mos ta krijojë stres, të kemi në të ardhmen shëndet më të mirë, mos hami yndyrna të skuqura, nivele të larta të sheqerit, ushqime të përpunuara, të cilët janë inflamatorë dhe duhet të shtojmë më shumë ushqime me antioksidant.
Elementi 6 është ngarkesa metabolike. Në qoftë se trupi do lodhet dhe pas një ushqimi kemi kuptuar që nuk jemi në rregull. Kombinimet komplekse sjellin problematika, kombinimet komplekse kërkojnë nivele të mira të energjisë që të kombinohen thjesht dhe të balancuar. Pra, ngarkesa metabolike që do kemi problemet glisemike. Elementi 7 është përgjigja hormonale. Duhet kuptojmë që ushqimi jonë në fund fare ndikon direkt tek hormonet tona. Të leptina, të grelina, të kortizoli, të gjitha hormonet bazë dhe të përtitja tjetër elementve kryesor dhe këto hormonet do ndikojnë të cikli menstrual, do ndikojnë të testosteroni, do ndikojnë të energjia edhe elementet tjera. Pa dyshim. Le të kalojmë tek pjesa tani që na intereson shumë të gjithëve, tek kombinimet më të shëndetshme, disa ide, qoftë për mëngjesin, qoftë për drekën, qoftë për një snack apo për një vakt më të lehtë, dhe pastaj do kalojmë tek kombinimet që quhen të pashëndetshme, që na sjellin të gjitha këto problematika që u përmendët. Aq sa do mundemi sa na toleron dhe koha, le të tregojmë disa kombinime që ju i shohni të shëndetshme në menun tonë. Atëre ta fillojmë me disa smoothie, me që smoothie është bërë klasik sot. Smoothie më i mirë i shqip, ndoshta për të përdorur është spinaçi ose lakra kale, një moll, gjysmë banane, pak limon, pak ginger, një luk faraçia, një luk vaj ulliri, ose avokado për të marrë yndyrna të shëndetshme dhe ujë. Pse është e mirë? Sepse këto jeshillet kanë nivele të klorofilit, kanë minerale, magneze, tjera. Fruti do japi atë ëmbëlsinë dhe nivelin e vitaminave. Yndyrna si vaj ulliri do bëj që të përthithet vitamina A e K, që ne dim shumë mirë që do yndyrë që të përthithen këto, po do stabilizoj dhe sheqerin e gjatë. Pra kjo është nga të parat. E dyta është për shembull avokado, një smoothie me kakao, me qumësht, e mira do ishte qumësht dhije, pak kanell, pak kripdeti dhe pak maka. Ose nuk kemi maka, një po themi alga deti. Mund të marrim një alg deti, sepse avokado si yndyrë e mirë, kakao ka nivele të polifenoleve antioksidantëve, kanella është antioksidant dhe rregullon problemet e insulinës, kripa ka nivele të elektroliteve dhe të gjitha këto sidomos për sistemin nervor në mëngjes është nga më të mirat dhe me problem apo edhe për problemet e energjisë. Një tjetër është një smoothie kefiri me frutat e pyllit, me farat e qias, me bajame dhe me pak mjalt. Sepse kefiri ka nivele të larta të probiotikëve që mund shkojnë 20 deri në 50 miliard CFU, që ja kalon çdo lloj probiotiku që ekziston. Farat e qias kanë omega 3, kanë fibra, arat kanë yndyrë, minerale dhe elemente të tjerë dhe do japin dhe ngopje, do na japin edhe një ritëm, do na bëjnë pastrimin e lëkurës, do ndihemi më energjik. Lëngjet, të kemi kujdes të lëngjet, po disa lëngje mund të jenë mira. Për shembull, lëngu panxar, moll, limon dhe ginger është nga më perfektët në balancim, sepse merrim edhe nitrite dhe vitaminë C, marrim dhe antiinflamator, ulim inflamacionin, sidomos për njerëzit që kanë lodhje fizike dhe për mbrojtjen e enëve të gjakut. Një lëng tjetër është portokalli me karot, me ginger, me pak vaj ulliri dhe shafran, sepse ka beta-karoten, ka antioksidant, mbështet lëkurën dhe sistemin imunitar. Një lëng tjetër është moll, kastravec, limon dhe mente, që qetëson edhe traktin tretës si që shmentja dhe hidraton shumë mirë, sidomos në këtë kohë që ne jemi, përmirëson tretin, ul fryrjen dhe është ideal për një stomak që ka probleme me gastritin dhe me ulçrat. Moll, kastravec, limon dhe mente. Këtu tek lëngjet, nëse kemi një portokall të shtrydhur, është i pashëndetshëm apo është i shëndetshëm? I pashëndetshëm vetëm, po, i pashëndetshëm. I pashëndetshëm sepse është pastruar nga çdo element dhe lëngu shkon direkt brenda disa sekondash në mëlçi. Duke shkuar në mëlçi, ajo kthehet metabolizohet në nivelin e sheqerit dhe fruktozës që e godet mëlçin shumë shpejt. Dhe patjetër që kjo është një bumerang. Është i pastruar shumë nga të gjitha elementet dhe është nga lëngjet më të dëmshme ndoshta që konsumimi që ne mund të marrim. Pra duhet të kombinohet për shembull me karrot ose me fruta të tjera apo perime të tjera që të jetë i shëndetshëm, pra më vete lëng portokalli nuk është fort i shëndetshëm. E kuptova. Kalojmë te disa në raste të caktuara në temperaturat e fëmijët për të marrë vitaminën C tjetër, mund të përdoret, po jo në përditshmëri, nuk themi që ndalohet, por nuk përdoret në sasi. Ushqim tjetër nga më të mirët është buka e bërë vet. Buka e bërë vet, pa maja e bërë vet me mjalt mirë. Dhe e cila është e kombinuar me vajin e ullirit, që është e shëndetshme dhe patjetër që është nga elementet kryesorë edhe të dietave në botë, apo nga elementet më të mirë të shëndetshëm, e shoqëruar me domate, sepse ka nivele të likopenit dhe antioksidantëve dhe me vajin e ullirit kombinon mirë, kombinuar me qep, sepse ka nivele të komponimeve sulfurike, por ndikon dhe mikrobiomën dhe qepa është një antiinflamator, një antibiotik natyral, e kombinuar me rigonin që është një antioksidant, pra buk, rigon, qep, vaj ulliri, që shoqërohet bashkë,
sepse rigoni përmison dhe tretjen edhe një copë djath, sepse ka nivelet të proteinave dhe të kalciumit, që do balancoj të gjitha këto yndyrna dhe fibrat në sasi të moderuar. Pra ky stabilizon sheqerin gjak, përmison përthithjen e antioksidantëve, ushqen mikrobiomin, është një nga kombinimet më të mira. Tjetër, të kemi parasysh, karota dhe kungull, domatja duhet të kavërdisë në vaj ulliri. Jo thjesht për shije, po është një trik biologjik që duhet kuptojmë që karota ka beta-karoten dhe domatja ka likopen. Këto janë substanca të cilët janë të tretshme në yndyrë dhe përthithja është e ulët nëse nuk i hedhim yndyrë. Dhe përthithja arritet ndjeshëm kur ne i kavërdisim, për shembull pak, likopeni bëhet më i disponueshëm edhe në aspekti strukturës qelizave që shpërbëhet trupi e përthith më mirë. Po ashtu dhe karota, sepse gatimi e zbut nivelin e fibrave dhe do ta çliroj më mirë beta-karotenin që ka karota. Dhe përthithja është më e mirë. Një kombinim tjetër i shkëlqyer është supa e kockave me vaj ulliri, me selino, me karot, me patate të kuqe, me erza, me mandanoz, me pak qep, sepse ka kolagjen, nivelet të larta të mineraleve, të vitaminës C, të yndyrnave që janë të përthishme, të vitaminës A, E, K, bëshumin për kockën, për zorën, rigjenerimin, imunitetin. Një supë fantastike e kombinuar është supa e thjerëzave me vaj ulliri, me limon, me hudhur dhe karot. E cila ka nivelet të fibrave, bëhet përthithja mire hekurit që marrim nga thjerëza, nga vitamina C, po është antiinflamatore, është për energji stabile edhe ndihmon shumë edhe problemet e tretjes. Një supë jeshile, spinaq me vaj ulliri, me fara, me karot, me fara kungulli, me susam, sepse ka nivel të zinkut, të magnezit, ka përthithje të mirë të yndyrnave, ka hekur dhe vitaminë C njëkohësisht. Pa nga më të mirat, për supa e kungullit të verdh, vaj të ullirit, pak gjalp fshati, ginger, fara susami, mente dhe karot. Është një antiinflamatorët më të fuqishëm. Kjo lloj si supë. Supë e pulës, po mund të kombinohet, por e kombinuar me selino, me karot, me kopër dhe me gjalp, ajo kthehet 2-3 fish më e vlefshme dhe kombinuar shumë mirë në përthithje dhe më të mirë trupit për një rikuperim edhe problemet e kockave, të sistemit imunitar, të proteinave dhe mineraleve që ka, po ka dhe nivelet e baristeve që ka nivel të antioksidanteve. Supa e domates, me borzilok, me pak kos, me pak vaj ulliri, me pak hudhër, sepse kemi dhe likopenin këtu, kemi dhe mbrojtjet antibakteriale, si që është hudhra dhe një antibiotik natyral, i bën shumë mirë ende të gjakut, është shumë e lehtë, ka nivelet të ulta të kalorive, dhe shumë purgativ i mirë, sidomos në këtë kohë. Taratori, në qoftë se taratorin e kombinojmë me hudhër, me kopër, me vaj ulliri, i hedhim dhe ara dhe fara, atëherë ne kemi bërë një blindim të madh, pra një paketim biologjik të fuqishëm për trupin. Ideale për zorën, për traktin tretës, për mbështetjen e mikrobiomës, është një probiotik pasaj shtesë, nivelet të larta të yndyrnave e tjera. Pra, to janë ushqimet më të mira. Nga ana tjetër, po mishin Altin? Mishin është e mira, se shiko, kombinimi më i mirë është mishin me perime. Pra në qoftë se kombinojmë mishin me perime, proteinën. Për shembull, mishi ku zëm peshkun. Peshku duhet të ketë sallatë, është e mira, pak vaj ulliri, ullin, limon. Nëse ke mundësi të kjo sallata pak sheg, ose uthull shege, të shtojmë pak avokato, pak fara kungulli, sepse shtojmë omega-3, polifenolet, yndyrat mira. Në ana tjetër, veza me avokato është shumë e mirë, me ullin, me domatet, një kombinim i mirë, duke hedhur disa erza, duke hedhur pak rigon. Apo kjo mishin është e mira ta kombinojmë me perimet me gjethe jeshile ose me ato që kanë vitaminë C, që përthithja të bëhet më e mirë. Pra shtrydhja e limonit tek mishi, mund ta kombinojmë me patate, sepse disa thonë jo, po ka karbohidrate dhe nuk kombinohet, por ka një gjë, në qoftë se bëjmë me patate dhe me karota dhe me kunguj në furrë dhe me elemente të tjerë perimesh, është shumë e mirë, sepse kombinohen shumë mirë me një tjetër. Ndërsa vetëm me patate? Në rast se kem patate, e mira është kemi dhe një sallat të kombinuar me njëra tjetër. Pra, kemi një sallat jeshile ose një sallat tjetër që të kemi dhe protein të plot, të marrim dhe nivelet e karbohidrateve që të përthyen shumë ngadalë në problemet e pankreasit apo për nivelin e rritjes së glicemisë e të tjera. Nga frutat e mira është edhe mishi me oriz. Shumë e mirë është dhe me oriz. Fasulja me oriz është shumë e mirë, duke shtuar rigon, duke shtuar qep, duke shtuar hudhër, vaj në ullirit, kombinimi i tyre shumë e mirë, thjeshta me oriz, me pilafin, pra po themi. E mirë është për shembull molla me ara. E shtuar me pak kanell, gjithmonë molla me pak kanell, me pak ara dhe me pak kos,
Është një nga më të mirat që ul nivel e urisë emocionale që ne kemi dhe stabilizon nivelet e glisemisë duke ulur ndoshta edhe problemet me shëndetin. Pra, kur themi fasule dhe pilaf, ky kombinimi tradicional që jemi mësuar, jemi rritur edhe vazhdojmë ta gatuajmë, pse është i shëndetshëm? Proteinat e fasuleve, karbohidratet nga ana tjetër, kombinimi sinergjik i tyre bën rrit fuqinë e secilës apo? Pa tjetër, sepse niveli që ne marrim nga fasulet nga aspekti karbohidrateve, po dhe nga aspekti proteinave, se ka nivelet larta të proteinës, duke u kombinuar ndoshta edhe me element që të përthithet më mirë hekur të vitaminës S, pra me ushqimet e vitaminës S, duke u kombinuar edhe me këtë nivelin e karbohidratit të orizit, është nga më të mira. Po, është e vërtetë më të mira. Le të ndalemi tani. Kemi një balancim midis proteinave, karbohidrateve, yndyrnave të shëndetshme, se atë gjalpin orizin nuk do ta bëjmë sade. Do t'i hedhim pak gjalp, ose do t'i hedhim ajulliri, mund t'i hedhim pak erza, mund t'i ngrim ndoshta pak karot. Dhe kjo do bëhet nga kombinimet më të mira. Pra, faktikisht nga kombinimet më të mira. Banania me kosin, është më mirë, po t'i shtojmë pak kikirik ose gjalp kikiriku, bëhet akoma dhe më e mirë dhe modifikohet. Pra, kjo është. Qartë. Të kalojmë tek kombinimet e pashëndetshme. Të pashëndetshmet ato smuthet, lëngjet në përgjithësi ku kanë 3-4 fruta bashkë që nuk kanë nivele të larta të fibrave duke shtuar farat e chias, farat e ndryshme dhe aroret. Përgjithësi diabetikët nëse han fruta, e kemi thënë, duhet shoqërohen me ara dhe me fara sepse niveli i insulinës apo prodhohet më fort. Pra, ka një rezistencë ndaj insulinës më ka raste ku i shtohet edhe sheqer, edhe mjalt këtyre frutave. Po sheqer pastaj mjalt bëhet ndryshe, po flas për tjetër gjë. Bëhet dopjo. Një element tjetër është të ham një supë të pastër me bukë të bardhë ose me bukë normale, është ka karbohidrate shumë fisha, sidomos ato supat me oriz, me fidhe, me makarona që han njerëzit. Ka një mbikërkesë lart metabolike dhe nuk marrim asnjë lloj vlere nga aspekti vitaminos, thjesht po mbushim zorrën. Tjetër është kur shikohet që ne pim një cappuccino me brioche, kafe me ëmbëlsira, me shtesë të sheqerit. Kjo është një botë. Cappuccino me brioche është një nga ndër të më të preferuara. Pse është e pashëndetshme? Të preferuarat mund të jetë tjetër, disa njerëz do komentojnë thonë po italianët pse e konsumojnë, me konsumimin e briochit italianët i ka rënë 20% rezistenca ndaj sëmundjeve. Kështu që mos ecim me këtë koncept, as francezët. Sepse po të krahasojmë para briochit, në atë mos harrojmë, francezët konsumojnë një brioche që është shumë i vogël dhe konsumojnë atë kafen ose atë çajin, e konsumojnë pa nivelet ndoshta edhe të sheqerit. Por nuk është e mirë, sido që tjetë. Shkenca e ka vërtetuar tashmë. Është një bombë tjetër, kombinimi dëmshëm. Pizza, hamburgeri, këto ushqimet të cilat ne kombinojmë me një dorë patate të skuqura që janë këto oferta dhe me një Coca-Cola. Është nga kombinimet më të dëmshme dhe vrastare. Në qoftë se do të shkurtojmë afërsisht më shumë se sa 1 orë jetë çdo ditë, le të konsumojmë më shumë se 1 orë, po t'i kombinojmë të gjitha bashkë. Dhe veç ato të sillin më pak probleme. Në kombinim sillin më shumë probleme, atëherë kombinimi i tyre është jashtëzakonisht i keq. Një rritje ekstreme e sheqerit, insulin shumë e lartë, inflamacioni menjëhershëm trup, shkatrimi i aminoacideve kryesore, dëmtimi i mikrobiomës zorës, tretje shumë e rëndë, një stres total metabolik, dëmtimi i mëlçisë, i pankreasit, i zorës dhe i veshkave. Nëse duam një kombinim nga më të këqij, është ham një picë me Coca-Cola, një hamburger me patate me Coca-Cola me pije freskuse, nuk ka rëndësi me çdo lloj pije freskuse, pra një ushqim të tillë. Apo edhe këto që skuqen në vaj, kotoletat. Kombinim tjetër i dëmshëm, tham ato lëngjet e frutave ku i kombinojmë në mëngjes me toste ose me bukë. Karbohidrati i shpejt, sheqer të shpejt, rritje me njëre glicemisë, një uri shpejt, një problem që do mungojnë yndyrnat e shëndetshme, një pjesë tjetër e elementeve kryesor, mungojnë disa proteina, dëmtim shumë i madh i mëlçisë, fryrje e barkut e tjerë. Drithrat e mëngjesit, të pasura shumë me sheqer, janë nga elementet më të dëmshëm që mund të konsumohen duke u hodhur në qumësht. Krijojnë një varësi njëherë, energji të paqëndrueshme dhe nuk janë fare të shëndetshme, përveç nivelit të lartë të proteinave. Kombinimi i frutave të thata me çokoladë. Marrim çokoladë, frutave të thata i kombinojmë, ka dalë. Po pse kombinimi i frutave të thata me çokoladë? Po sepse sheqeri me yndyrën e kombinuar është një bombë kalorike, jo vetëm kalorike, është një ngarkesë metabolike ku kemi sheqer dhe yndyrna. Nuk mund të kombinojmë dot bashkë. Po nuk mund të kombinojmë dot pra me nivelet e arrat me çokoladë. Nëse do marrim çokoladë. Çokolada ka nivele të larta të sheqerit koncentruar. Arrat kanë yndyra, ne dëmtojmë të pjesë. Jo, arrat konsumojnë me fruta, jo me çokoladë. Rritet inflamacioni jashtëzakonisht. Sidomos një herë, 2 herë nuk është problem, po flasim në përgjithësi ta kemi parasysh. Mishi me patatet e skuqura, protein shumë e rëndë, se mishi ka protein, por ne i shtojmë dhe yndyrë të oksiduar që marrin patatet. Ka dalë. Rrit inflamacionin, stresi shumë në mëlçi, sidomos në mikrobiomën tonë dhe në situatën e nivelit të stresit në të ardhmen. Bukë e bardhë e kombinuar me reçel, me mjaltra, me prevedea, ku diu me to,
rritje me njëherë, sepse kemi karbohidrate dhe sheqer, kombinimi më i keq, karbohidrate dhe sheqer të kombinuara, rritje me njëherë me sheqerit, pa fibra, pa stabilitet, pa nivelet të larta të vitaminave, mineraleve, uri shumë e shpejt, dëmtim metabolik shumë i rëndë. Këtu futen edhe petullat me reçel, po thonë, ja? Po edhe petullat, po, gjithë të brumat, po flasim këtë rast. To janë të dëmshme, duam, s'duam, hajni sa të doni. Unë them janë të dëmshme. Ju bën çdo njeri bën sipas dëshirës. Nëse gjithmonë flasim nëse këto bëhen pjesë e rutinës tonë dhe bëhen më të vazhdueshme se nëse konsumojmë për qeshje. Prosciutto, salamrat kombinuar me djathra. Po. Nëse do të kesh një problem të rrezikut kardiovaskular të shtuar, merr një pjatë nga ato mikset që shoqërohet në restorante, salamra, mish, ashtu djathra të ndryshëm dhe djathra të fortë, treti i rënd, dëmtim shumë i rënd i mikrobiomës, nivelet larta të aditivës, nivelet larta të kripës, se janë 2 dopjo krip që ne marrim. Ne marrim sasinë 3-4 ditëve krip, vetëm në një pjatë të tillë. Niveli i yndyrës, i kombinuar me kripën, i kombinuar me aditivën, me ngjyrosës, sjell një rrezik të lartë të sistemit kardiovaskular, një treti të rënd. Ushqimi me alkol, toksina, sidomos ushqimi i skuqur me alkol, yndyra të rënda të hidrogenizuara, niveli i lartë i toksinave, 2 fish dëmtimi mëlçis, 2 fish mundësi për probleme të rënda të inflamacionit lodhjes dhe sëmundjeve të kancerogjene. Qartë. E gjitha kjo është në ndërgjegjen e gjithsecilit. Altin, na kanë shkruar shumë ndjekës në rrjetet tona. Bravo, te kefiri do doja. Besoj është kefir gota jote, se Po. Okej. Kam kohë që pi, zakonisht më pëlqen në mëngjes e esëll, sepse në mëngjes është nga elementet më të mirë që mund të konsumojmë. Po. Edhe në darkë, për gjumin është nga më të mirët. Në mëngjes dhe në darkë. E kuptova. Po. Tani mua më thonë që ka një zhvillim politik dhe pjesën e kefirit ne mund ta diskutojmë edhe ta trajtojmë herën tjetër së bashku, edhe pse janë shumë ata që kanë shkruar çfarë është, si është, pse ndihmon, çfarë ndihmon ndryshe nga kostjet të tjera të tjerë. Ta ndërtojmë edhe në formën e kësaj që si është ndërtuar si strukturë dhe çfarë është kefiri, si është ndërtuar dhe çfarë bën deri në detaj në organizëm deri në nivelin qelizor. Kështu që ta lëm për herën tjetër Altin këtë pjesë për ta shpjeguar që duhet konsumuar dhe nuk duhet sidomos ku bëhet në mënyrë natyrale. Absolutisht. Do të kemi mundësi ndoshta edhe ta shpjegojmë si përgatitet. Tu uroj ditë të mbarë dhe faleminderit për gjithë këshillat që na dhe sot në lidhje me kombinimet e shëndetshme dhe ato të pashëndetshme ushqimore që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin tonë.